Nuk I frigohet asaj pune Valon, për kundër jemi presin njerëzit. Po thu që Albini e dëshiron, e mendon, e pret një ballavaçim me dëshiron kthimin e tij, mas mu denu për atë punë, dhe normale dëshiron që me pas rival se është ballavaçim historik. Albini nuk I këtyre gjëra. Je të fol. Rival historik. Ballavaçim historik. Ballavaçim historik që e ka mujt Albini Kurti. Ti çfarë po thon? Albini nuk e dëshiron. Po ai po të çelëshohet. Nuk e dëshiron pa ballavaçim. Një forcë politike e cila ka qenë fillimet e veta, sot vetëvendosja është tjetër, edhe ballavaçimi me Hashim Thaçi në zgjedhje është ballavaçim historik, edhe menoj që aty është përplasje mes dy epokave, është epokës Hashim Thaçit edhe epokës Albin Kurtit. Absolutisht është ajo. Çka flet epokë. Po absolutisht më burti epoka Hashim Thaçit politik nuk diskutohet, epoka Albinit politik nuk diskutohet. S'mund të thonë, mundesh me thujt një kryeministër ultraordiner. Një kryeministër ultraordiner që nuk din as me qeveri, që nuk din një projekt, nëse vazhdon me këtë gjuhë, duhet 70 me shkruar. Jo, se flasim me analizë, mos bëjmë sloganë. Shkon 700% në shkon. Mirë po, nuk mundesh ti edhe njerëzve racional që ti vani nuk mundesh me ambush menen që ky njeri përfaqëson një periudhë a një epokë. Ky është vëllëzeri më I madh politik I vani që 6 vjet një vibre ke pron debat. Non stop, unë me gjithë vajtohet, nuk ishke në gjeni me kallëzu, aja ka shtu që t'i ven një megawatt energji elektrike, a I ka pru 100 euro investim të huj, a ka kry një qerde, a ka kry një autostradë, nuk ishke në gjeni, kur gjo me kry, e ti ma shumë e po. Parkun e 3 të Olik Kosova po nis t'i flet, po leja pa me të komplekse. Parkun e 3 të Olik, parku I 3 me erë. Kur, po e nis kur? A e ka bërë, apo nis? Cili është ai? Është në vërtet Albatros, njërë grandë është aja, vish ka me qenë me patin, që vish kur dole fluta që... Unë zverote këtyre që janë qenë si besu. Unë të kuptoj ty që ki që mu bojt interesant me bojt deklarata kështu po Tanë panik totale, rruga 4.000, 300 miliard, me vjetë, diaspora, u gjunë diaspora këtë, se ka hup të rinë në Kosovë. Nuk ka njëre se të meqë në Kosovë, që inxinjerizote, kasap, berberi full, si shona I berberat aj. Nuk ka, qa me thonë, me një mjeshtër I mirë I gurit, a diqka që jëtë dikushe profesion të vetin që ka respekt për Albin Kurtin. Të si cila kriter, se cili kredibilitet, I njërit meqëm shqiptar, Kosovo, jëkë, Macedoni, Shqipni, Albin Kurtin e ka fshi. Albin Kurtin e një lider, I cili... Ja, I vesh me budalë mire që ta fëllë jo. Ta që ka gjashmire budalë. Po këne binte me ne. Po këne binte. Jo s'për shumë se unë shu aj. Se unë e maru dhe të lëshu se unë shu aj o le. Se nga s'kina full shtu për pora. Tej se I Albin Kurti kreministër këtë budalë dhe kanë mushtu të televizive. Po se për mështu me full o le. Are kjo së problemi Albinit. Jo është problemi Albinit. Shëshnjit na kena problem sot. Populli ka faj, Vajla. Populli ka faj që e vëton Albini. Problem është një budon, thutin e Populli ka na faj. vinë tre, na marruen. Populli ka faj. Albin Kurti ka hupetin me logjikën, me arsyen, me njës të zët t'i vene. Albini merë të budon. Ka një 100, ka një 500, pak fall, pak shtu, as një kësi, një recital, Bilizdi e Donald Alloshis, se se ka qitë një kongë qëtash. Kovak. Po, edhe qazdet janë. Kurti. Shumë, okej, hajde, Albatros. Jo, tani thëmë se I merë njeri gjitha të votë. Ama duke ti, qëre, Valuri në vën ngorë, Maspari në vën ngorë, edhe nuk e përfaqëson as një parti. Unë jam propozit, e përfaqësoj pozitën. Ju, jam propozit pu. Për shamu. Ti a jemi almirë.
Unë s'jam antarja si partije. Qa për lidhë me fërë? Absolutisht, por e për kraj në këto zgjedhje, e për kraj sepse mendoj që opcioni tij është më i mirë. Jo, se ne bën, luajmë ne analistë në studio. Në zgjedhjet e tjera më pas menim tjetër, por këto zgjedhje e mendoj që opcioni tij është më i mirë. Albikurti me pos një autostradë që e kanë marrë qeveritë e kaluar, na kish lodh. Oj, patëm blet do Albatros, autobusat kujtohen ty. Aja që të shëndrurin. Aja që në krina, autobusat, të një jom kona tërkos për të në Beograd, për këshësha Facebook, qau. 6 autobusat sa leti kam bërë. Në Fukarolokin matë Jugoslavist, e kena pos harmoni. Ti ka pos Prishtina, se najna shkuat hera se desa sa ka qitë. Po me ma mirë aty në autobusa ku ka norë valën, ku dullin udhëtësia komunës të Grandi, droni për mi edhe vike autobusi edhe këqyshin kështu si më dhonë. A janë tonë ke lëllë pa. O, a i heshin përfune. Ata nuk jenë morë dhe. A i heshin përfune autobusit. A i heshin krenaj. More këta asë autobusas të unë. Shpeda me të gjujtë edhe biciklën. Me da ta në sejtin atërë. Nuk e këto. Heshin me në autobus. Rëshin herën kongë, o që heshin kështë kërë në venin një plakës. A e ta flasim qatë kërëministis, a që ka qenë intervjist në interesantë. Bum, gjep, bango, preshen. Jo, valoni për dhëtë që një Po du me të thonë që atë bine asë ata autobusa si kosër. Që ata bëndë konfuzion edhe thët. Pse për shamu Eliri ka insistu në diçka, valon, ka insistu, ka pas status edhe ka insistu vazhdimisht, edhe për du me ju pyt. Pse është problem për përfaqësuesve të vendosis ku përmenden investimet e që nuk arrin mi artikulu investimet që ka ndodhë brana këti 5 vjeqari. Edhe, a i shdash më vlerësu një qeveri me investime, apo me qfarë? Për shkak se lufta opozitës, pra, është kjo. Me bin njerës, to që më thot Valoni, që s'ka arrit me bo diçka janë dy momente që janë shumë të rëndësishme dhe që nuk mund është timi prea shtupit debatit, nëse imi të bo mua bet serios, kësha pas pak konsiderat, me leju me përfundu me nimi. Po, me shumë qef. Po. Janë dy momente që nuk mund jam përmi prea shtupi analizës. Dhe para është që kjo qeveri është ballafaqur me pasojat e Covidit. Edhe kjo është një problem që e kemi strukturor kudo në rajon. Nuk është vetëm Kosovë. E dyta është kjo qeveri u ballafaqu me përgatitjen për kryengritje, tentimin për invazion që rezultoi me Banjsk. Ajo në vetvete ka ndiku të fakti që vëmendja e pushtetit të orientohet në çështje që lidhen me sigurinë dhe me mbrojtjen e këtij vendi. Jo, ka thy zyrën le përstavesh. Jo, ndek për lesë. Do me thonë vetëvendosja nuk kanë gjendje, me përmen 3 projekte, vetëvendosja nuk kanë gjendje me përmen 3 projekte, e ti përmunosh me apo avokatin, mare, mos o gjallë, po mundosh me gjithë, apo mundosh serios, apo të mutall. Po qysh me të marë serios dhe që e ka full. Qysh me të marë seriosisht, Covidi që 6 vjetë, që pasojat e Covidit janë gjona që riporor, janë riparu për 6 muaj. Covidi që 6 vjetë, nëse ti menon që pasojat e Covidit janë riparu për 6 muaj, je gabim. E dyta, nëse ti do me thonë që presioni që na e kemi marrë për Serbis në 2022, komplet 2023, është futja këtë, vazhdo thuje. Vazhdo thuje. Pse s'po t'jetë gjina për vetës me oblavo absolutisht. Ata s'po jetë gjatë 3 projekte me përmën, ti po mundohesh me gjithë 3 projekte. Do me shtu Covid. Kujteja se po dhëtë Covid ajo, kujteja per Andorinos, bone, rëmë, ta që në Bone, jo serioze.